Shikues të Tribuna Channel, mirë mbrëma. Sot është 21 janari. Është të bërë plot një dekadë nga vdekja e presidentit historik Kosovës Ibrahim Rugova. Njeriu që për shqiptarët e Kosovës dhe jo vetëm atyre në Kosovë, por edhe më gjerë, përfaqësonte më tepër se një lider politik. Ishte figura që kishte mbajtur gjallë frymën, shpresën dhe dashurinë ndaj atdheut. Ishte emblem rreth të cilit njerëzit, pavarësisht rrethonave të vështira që shpërfaqte koha, mblidheshin dhe parafroheshin vimësisht. Ai vdiq si njeriu me përkrajën më të fuqishme që ka njohur Kosova para dhe pas luftës. Vdiq para se të sublimonte ëndrrën e tij, atë të shpallit së pavarësisë së Kosovës, çështje të cilës ja kishte kushtuar gjithë jetën. Vdekja e tij ridimensionon përfundimisht skenën politike në Kosovë dhe ndryshon më shpejt se që pritej edhe skemën e drejtimit të lëvizjes së tij, partisë që e bashkëthemeloi edhe e drejtoi në kohërat e saj më të vështira, LDK-s pra. Sonte do të shpalosim diçka nga kujtimet e asaj kohe dhe gjithsesi edhe për kohën e pas ikjes në amshëm të Ibrahim Rugovës. Kemi të ftuar një musafir që për dallim prej shumë bashkëpartiakëve të tij në Lidhjen Demokratike të Kosovës e kanë ngritur, mbrojtur dhe sensibilizuar opinionin me idetë, konceptin dhe frymën e Ibrahim Rugovës. Ndjekim fillimisht prezantimin e tij dhe kthehemi, vazhdojmë bisedën në studio. Astrid Haraqia, Ministër i Kulturës, Rinisë dhe Sportit në vitin 2004 deri në vitin 2007. Ish kryetari i komunës së Gjakovës, bashkëpunëtori ngushtë i presidentit historik Ibrahim Rugova dhe njeri i afërt i familjes së tij, përkrahës i rogovizmit si ideologji, kritik i ashpër i leadershipit aktual të LDK-s, ndër themeluesit e listës Dr. Ibrahim Rugova. Me ide të tij ka ditur të ngjallë reagime në opinion. Se cilat janë zhvillimet brenda LDK-s, si e sheh ai krizën politike në vend, çfarë mendon për koalicionin qeverisës dhe shumë çështje të tjera, i thot vetë sonte në politik. Astrid Haraqia, faleminderit që jeni sot në politik. Faleminderit në cilë për mua respekt për ftesën. Janë bërë 10 vjet, plot një dekadë nga vdekja e presidentit Rugova. Si e kujtoni pas 10 vitesh, 21 janarin e vitit 2006? Sot pas 10 viteve kujtoj me një kënaqësi, një mburë të jashtëzakonshme për ato që i kom ditë edhe para 10 vite se kush ka qenë presidenti Rugova, por sot janë dhe shumë më tepër i mburën për arsye se këtë populli dhe këtë bota po flet për veprat dhe punën dhe sakrificën që ka bërë presidenti Rugova. Kështu që për mua është një kënaqësi jashtëzakonisht e madhe që kom pas rast gjatë jetës ime, sidomos 5 vitet të fundit të jetës tij, të jem shumë afër presidentit Rugova, është një kënaqësi. Ashtu edhe një mungesë e jashtëzakonshme që nuk është sot në mesin tonë, që shkojnë një moshë të re, relativisht të re, para arsye se përfshin zhvillimet politike se çka ka ndodhur 10 vite, mos presidenca presidentit Rugova, koha skena politike, qoftë kosovare, qoftë shqiptare, Shqipërisë, qoftë e Maqedonisë. Natyrisht, sidomos të shqiptarët, peshën njeriut ne zakonisht të vlerësojmë pas ikjes tij. Kosova është ridimensionuar me njëherë, të më thonë skena politike është ridimensionuar me njëherë pas vdekjes së presidentit Rugova, realisht që 10 vite shohim njëjtën skenë politike, nuk ka asnjë risi, nuk ka asgjë të re. Ku i shihni defektet, ose si do të ishte Kosova me presidentin Rugova? Kemi kalu një varg krizash, Astrid, ndodhemi momentalisht një krizë, ai ka lënë vakant edhe pozicionin e tij në Lidhjen Demokratike të Kosovës, keni qenë vazhdimisht kritik ndaj leadershipit të saj. Natyrisht këto gjëra do t'i ndajmë si copza gjatë kësaj bisede, por si do të ishte Kosova po të ishte Rugova gjallë? Unë besoj që sikur të ishte presidenti Rugova, s'pare Kosova nuk do të ishte këtu ku është e izoluar komplet, ka shi faktorit ndërkombëtar. E dyta nuk do të ishte nuk do të kishte bëu feja politiken, siç po ndodh me këto akte të terrorizmit. Tash mbi 300 kosovarë kanë shkuar atje, se nuk ka leju që feja me bëu politiken, religionet me bëu politiken. Shumë se andaj do të ishin
Ndryshe edhe jo mos i sigur se nuk do të kishte kësi përqamje dhe kësi gjendje aktuale që farë sot për momentin në Kosovë. Parsy se një lider që është i madh, ai shon falë dhe shon për çështje kombëtare. Rugova dihet ka fituar zgjedhjet e para edhe në 2001 i ka fituar mbi 60%. Po për herë që ka qenë me përqindje jo minoritetet jo këto, kanë rrallë 43% e ka pranuar dhe ato. Ka pranuar me bëllë kompromis që ka qenë partia parë, ku e në ndërtu institucionet e para pas zgjedhore, ku ka qenë presidenti Rugova edhe Bajram Rexhepi si kryeministër. Vimsi e ka dhënë pozitën e kryeministrit Gogri ka taku partisë fituese e partisë dytë. Absolutisht nuk e ka pas tendencë që me çdo kush mi blloku funksionet, çop mos e kemi vazhduar me AK-n në 2004, ku me 9% a 8.7 asoj ka pas taksist, nuk më kujtohet, i ka ja pozitën e kryeministrit edhe 5-6 ministri. Kështu që aja absolutisht nuk ka ngull kohë që duhet me çdo kush që kretë bimajt vetë. Edhe ka pas një që... Si është interpretu kjo situatë në atë kohë, se keni qenë një ndër njerëzit më të afërt ti zotë Jaçi? Më intereson di si ka reflektuar ta themi presidenti Rugova në momentet kur është dash, për shembull, pozitën kyçe në ekzekutiv që është kryeministri, si rezultat i, si më thon, harmonisë dhe i situatës politike ta delegoj te një parti e dytë ose e tretë. Unë në atë kohë më kujtohet se aty kem prezantim se kryetari i komunës, kryetari i qeverisë gati si njëjtë në kohën e në prezantimit, unë në atë kohë ku ka qenë PDK-ja, kryeministër që ka pas Bajram Rexhepi, kanë qenë në gjitha parti politike, dhe AK-ja ka qenë me 2 ministri dhe LDK-ja ka qenë me disa ministri. Edhe pushteti ka qenë ndan me 3 partit. Po këto 3 parti kanë qenë kryesorë në atë kohë. S'ka pas parti tjetër që ka ekzistuar, që ka mujtë me bëu farballance edhe patën bëu që gjitha partit tjerë në pushtet. Po kum qenë kryetari i qeverisë dhe kum pa shumicën e komunave ka pas LDK-ja. Zgjedhjet e para përmendoj lokale, pasi që pasun zgjedhjet parlamentare. Ka qenë problem. Ka qenë problem për ne për komuna, se pasur që llogaria e komunë Gjakovës nuk ka pas 900.000 euro buxhetin në atë kohë. Për dallim bisodit që është 20 miliona, 19 miliona e diçka, se nuk e di edhe saksisht, nuk e më ndërsu, po ku shkoj që ti një ministër dhe ke, jo për më pengon kjo i PDK-s. Për Ministria e Shërbimeve Publike ka pas më ndërtu objektet qeveritare. Me Ministrinë e Financa ka pas LDK-ja. Edhe pa të fillu ato placaritjet mëna non-stop mundon që me pas placaritje që jo këpi pengon këto, mos t'i bëjmë kësaj komune, mos t'i ndihmojmë, edhe ka pas kesh kuptime. Edhe pse presidenti Rugova non-stop ka thonë që ma sugoti se edhe këta janë shqiptar. Edhe ata janë shqiptar, tonin janë shqiptar, po as ta quajmë përpara. Dhe ka kalu koha barktarizmit, është hera parë që kemi institucione të pranuara edhe ndërkombëtarisht. Kemi, kështu që kushdo qoftë, edhe mos pëlqeftë individi, respektoj institucionin. Respektoj institucionin. Dhe e ka pasur këtë slogan qetë ku thekë nuk e bën funksioni emnin, po emni e bën funksionin. Shpëtia a tasravje. Funksioni nuk e bën emnin, emni e bën funksionin, jep titullin, autoritetin e qasaj detyre që pikryjnë. Dhe ka pas shumë probleme, dhe i thari numër 1 që në kohën atë kohë për më bëu koalicioni LDK-AK, kom qenë une. Një ndër ta, kom qenë une, kom një shumë akuza këtu mëse, jo e kanë ble për shtetin ka 200.000 marka euro, i ka një për funksione, jo e ka bo ramare, jo ka bo uka, jo ka bo... Absolutisht s'ka pas përzini këtu heq. Kjo kohë një grupi njerëzve me presidentin Rugova që më kohën i tharë që të ketë pozitë dhe opozitë. LDK-s veç në rrethona emergjente, për shembull çysh ka qenë situata me vjet, i takon më bëmë PDK-n. LDK-s i takon më bëmë PDK-n kur. Po situata për hir shtetit, për hir proceseve trona, që është gjykata speciale, asociacioni komunave, demarkacioni këtu, duhet me... Nuk i takon, ndi përse se në parti rivale. Ne nuk kena, as LDK, as PDK, nuk ka kur me pas mundësi bazë mëndimit tim politik, edhe 10 vitet të ashme, më shty as me vetë-vendosin, as me AK-n. Realisht. Se nisë me ne këto që se kanë kalu pragin që do asë nuk pi përmen. Nisë ma ka kalu këse, po këto tjerë që kanë qenë, nuk pi përmen. Nuk i kemi rival. Edhe koha emergjencës duhet edhe me sakrifiku. Për shumë që kanë bënë Gjermani, 2 partit e mëdhaja. Edhe që bedojnë rrugovizmi, rrugovizmi është më shupe, rrugovizmi nuk është me e koka, rrugovizmi me bashku njerës. Që këtu pikesh përdojnë filozofi, këta rrugovën e përmendin non-stop, ose këtë vinë për fushat, se që të sanë nuk kanë, ose me qitë fotografin,
Absolutisht se nuk kanë bërë disha me thonë që po dojmë zbulu maqinin me avëll, ose po dojmë bëjë qëta, ose po dojmë bëjë qëta. Po non stop e kanë pas periudhën rrugovizmi, që sot që për mu u konë dita matë mërshme, personale, që këmë përjetu sot dhe në këtë moment, ku organizohet një akademi për kujtimor, organizohen LDK-a me qeverin që u thejtë që përthojnë një hera parë këna marrë kryeministrin, edhe u bo nomi që këna marrë kryeministrin si LDK, organizojnë një akademi për kujtimor 25 minuta. Për kjo të merë i botës. 25 minuta akademi për kujtimor, kur do që kome dekune, më halla e me marrë organizojnë që shtot. Edhe 2 herë ma të madhe. Edhe 2 herë ma shumë njerës ka me pas, edhe 2 herë ma shumë program. Akademia për kujtimor, vetë jubilar i presidentit Rugova. 10 vjetë. Mësë mi buje java Rugovës, për mi qitë bërë 200 billboarda me hapën kaj Kosovën. Me thonë 10 vjetë ju ka bërë qëti burri që s'ka pas as polici, as financa, as ushtri, po ka qenë lider moral. Mi përkro, për jo kësë akademie. Këto e në hegore. Nuk kom kur gjo për shemë kundër flaka e nare që organizohet një muj ditë. Që për shemë, e vetë me komunë organizohet, sot ka akademi, ka Gjilani. Peja, ki pushtetin. A ki komuna tjera, bëne për që s'kanë mundësina është atonë, se për dini kriza ekonomike, tonë kanë qepë në ashtë të më kurë. Ose une më paskon sot kryeministë, ose më paskon kryetari parti, sot e këshaftu këtë poplin. Jene të mirësëvarë dhe sot në shaj për kujtimi do të bojmë shesh në Tereza, dete Zari Paziti për presidentin Rugova. Kjo është të mërshme shka ka ndodhë, sinqesh për të moshtë, unë sot jam të merru, ku kom pa programin natës promshmit, edhe sot me qëllimin shku në 7 gjys, me bo për kujtimin të presidentin Rugova, veç me ta ku kërkon. Veç me ta ku kërkon eqë. Për presidentin Rugova. A në kupton kjo që kjo LDK-ja sotit për e përbuzë, ta themi figurën e liderit soj historik? Absolutisht për mund ndryshë nuk është. Së ti musë më thonë që për do familjen Rugova, ka që ligjin për familjen presidentin si ki bo. Që kështë me leqë, që duhet, edhe e kemi shty. Nuk është për mu që ti përkra presidentin Rugova, në qofë se vulla në dardalisë flamurisht që ki bo. Kur gjo, më smësh mi bo flamur shtetënor, o duhet mi bo zërtarisht me vendim qeverisë mi bo flamuri presidentit Kosovës. Flamuri presidentit Kosovës, po tjetë leqitim. A hymnin se bone. Qysh mi kuptune, që ki bo ti mendimin zavens ministra, qaj është respekt për familjena? Jo, për mu së është ta. Absolutisht, për të utër me më thonë që bote potete. Jo, e u bo me vota që ne me në babes vetë, edhe që ka bo një grupi njerëz në fushatën. Qëfar respekti për presidentin Rugova? Pse mësë më bo një javë për program, atë s'po bëka një javë, ma një akademi ditën, ba një koncert. Ku është problemi zëtë një Araqia, sepse janë disa nivele, kemi një kërësit LDK se cila në mos të madhe ka rujtë si të temi homogenitetin nga... Unë këtë është të kërësia, kryetari partizë nuk edhe fatë kërësit ju, po e ka bas dryshe, po kemi diskutu. Po në përshemë sot dhe gjoj që 3 mujë ditë s'ka maj kërësia më ledhe LDK-s. Me sa kam informat, ashtë nuk di sa sak. Për shumë që dje që në organizojnë që që pashë media, 5 lekte të Prishtinës, se si do tjetë statuti, a do tjetë me një antar një vot, a do tjetë pësa, s'pa s'ka mujtë më shtyja e mas java, a s'ka mujtë për muajtë para një muja e puna. Pëse më shumë muaj më bo komuna Prishtinës me 5 dekë që përthujet, është deka ma më organizu. Shka kanë bo për i Ibrahim Rugova, me të ma spjegojnë. A di shka bo për i Ibrahim Rugova, me dokument që bo. Lista Rugova ja ka vendosë emnin autostradës. Të kalojmë pas të dalim të lista. Jo, për dalim të lista, kur kem të folë të për presidentin Rugova. E kemi një autostradës, e kemi gjitë emnin lista, veshta. Qili do që të që e kanë gjitë, unë e më gjitë më balafaqu. E kemi gjitë me partner koalicioni, ka qenë kusht. Me ashim thaqin që mi janë gjitë emnin. Dyta më mërjarë, lënë kemi fillu, që s'po përfundohet kur. Spjegom, a shka bo me salën e operës. Me salën e operës që diku 8 vite borën, ku kry projekti nuk kom qenë Ministri Kulturës, o bo projekti, jo pas e kanë ardhë ekspertat të ndryshmë, politik LDK-s. Dhe sot këtë ministria drejtan LDK-ja? Qëpër LDK-s kështë të volë, nëse absolutisht nëse më ka mira me Bilal Sharifin, a shkon mi përkërë me bo homazh a shkon, a shkon Visari Meja shkon, se se më interesan për ta heqë. Ka foli për shpinë teme, për njerës të mejmë ka foli, për raport me Rugovën, se ka më interesan Bilal, a shkon a qetë me stimar me emna, se me si bëjdhe ku mi ditë sa faktorë, se se vlenë. Problemi është me njerës me më ka foli. Salën e operës 3 herë të bëhet revidimi i projektit. Pse? Pse ka nevoj më bëhet? A u bëhet që i projekt, a u bëhet të ndërë ndërkomtar, kanë fitu ndërkomtar, kanë vendosë një grupi ekspertave që miren për gjitha fushave. Së është për shemëll
kush ka qenë atë kohë drejtori filharmonisë, është drejtori qetur, jo kjo s'bën, jo kjo s'bën. Kanë qenë eksperta, pa arsye se sallët me akustik nuk ka në Kosovë. I duhet më ardhë ekspertat prej Gjermanisë, më marrë veç me akustik, se shumë problem. Jo pëndrohet lokacioni. Tash lexoj para 2-3 jave, lexoj pap media, lexoj që jo s'pëna përgjigje shpendameti letrës, vetëvendosja, e patendru lokacionin. Dashtë një bo këtu të Ministria e Shërbimit Publike, ishtë Gërmia ku ka qenë. Këtu në qendër. Për valtatit, tash jo për këthema për atje. E atje e një investu 800.000 euro dhe tash. E tash tipë me dha një atës më gjujtë ato. Nuk i kom të kjarë mu që kjo më brëngohë se njerëz plotëgojnë në Rogov, plotëgojnë optimizëm për shumë, e mërë shabë për dëkën. Për dëkën ta ka financuar Gjepqosin 170.000 euro për veprat për Gjepqosin që ka. Kurse lë dëkën shka ma madhe që ka bo mu një shërgjepi, ka bo sot një liber. Pse egziston një pse e madhe? Pse është një pyetje e madhe po ndodh kështu me lidhjen demokratike të Kosovës? Figura e Ibrahim Rrugovës vazhdon të jetë prezente në mitingjet e LDK-s. Realisht një numër i madh i votave dhe i elektoratit të LDK-s vazhdon të derdhen, se të guxoj të them kështu, votën e tyre në LDK si rezultati i prezencës që LDK-ja i bën figurës presidentit Rrugova gjatë fushatave ndryshme zgjedhore. Në anën tjetër, nga sa po dëgjojmë, asgjë konkrete në kuptimin e përjetësimit figurës tij në monumente, në institucione historike, në vepër e tjerë nuk është bë. LDK-ja ka pas edhe qeverisjen komunale për kohë gjatë. Sot drejtohet me qeverinë. A ka një tendencë brenda LDK-s që të zhvillohen gjërat kështu? Apo është thjesht një neglizhencë? Unë nuk ka shohë shumë për të madhe kryetarit aktual partisë, pa arsye se ai voni edhe antarsu LDK. Ti nuk ka shohë shumë atë për shoh shokëve të mi që i kojnë aty në kryesi, që mujnë me vendosë, ata që mujnë me shty proceset. Me shty këtë punë, se me apo aktine. Për shembull, kush komplet, lexoj emra 80%, 70% njëjtit figura janë. Të dikur u konë për dojnë di vetë ato i mirë. Fatmir Sediu, shef Fatmir Sediu tash u bë isa i mirë, nes pretendojnë ndaj kush dëuni për të neshta çtuni që e shkojnë në këtë vend, që shpështin proceset, mund të marrë edhe kryetar tjetër. Se për mua këta kret, pi Fatmir Sediu tek nëne, këta janë për mua menaxherët partisë, se lideri konë një, Rrugova dhe të ska tjetër. Kush më pengoj mu, mi bo sallën e në Gjakova bibliotekën. Në qendër Gjakova zë ku bo, o doktor Ibrahim Rrugova. Kush më pengoj, kush eq. Pa ta vullnet, kësh i lidhën për filozofinë e ti, e shtyva procesin edhe ndë e kryva. Kush më pengoj? Kush më pengojnë, Hashim Thaçi, për shumë, ku edhe memorialin e Asharve, me 1 milion euro të parë ati ka hapë që në shkrimi ministrit Araqia konë, me kërkes presidentit Rrugova. A u kry memoriali, a vazhdojnë për dëkëja, kryvi të në fund? Dashti mi kryve kryvi. Kush pi pengon këta mi kryvi? Pushtetin e kanë, institucionet i kanë. Qevërin që fatmirësisht që u bonomi kryeministin një herë parë që bikimi. Shka u bo për Rrugovën, unë buna se sa në spisha. Unë për veti, që dokumentoma që përshet i shka tjetër, ndryshë për me, jam i gatë që më kërku falje për gabimet që këmë bo. Ju po thoni që leadershipi aktual është fore ose as pak interesuar në raport me avancimin e pozicionit që ka familja ose figura e këta janë të interesumi, mu pëndogët me një farforme me pëspemujnë me dojnë publikisht, të përdi që me thonë, përdi kjo mentalitet dhe pëndogët edhe shqiptarë me përgjësi në ashtë edhe Balkanit, që pime e fillon gjithë shka. Nuk historisë kemi pas në kur. Unë jam ardhë, unë jam tash Puklavica, ju nuk je. Se i ka bëti kush temelat, i ka bëti kush të... Unë ku jem shku për shumë të faktorit ndërkombëtar, ku kom pas takime, e sot ku takune ma gjenë, pasaportë shqiptarëve është Ibrahim Rrugova, kur s'ma përmend as Ali Berishën, as Edi Ramen, as ma përmend Mendo Thaçin, as Ali Ahmetin, ende sot presidenti Rrugova me shumë burri, unë edhe sot e dëgjova bashkë në Radio Kosovë, edhe merë mirë në emision me gjesit që qiti krejt kush ka deklarat për presidentin Rrugova, për Clintonit, e George Bushit, e gjithë me stinisim me radhë minje, ta tënë për njojnë, për pranojnë, si lider, si një që ka afru, si një që nuk ka përqa, si një që ka dash, një prezentim që ka bëjë është zakonisht bukur, pasaport, për thëmë shqiptarëve në botë është, edhe milion kështë. Po në ashtë edhe aja që thojnë vjetët, aj që e ka e shanë, aj që se ka e kanë. Po është edhe kjo filozofi. Kej bje që LDK-ja aktuale është largë filozoficë dhe konceptit me cilën është drejtu në kohën e Ibrahim Rrugovës. As kjo të toshit, asa parti kryetarit, janë largë, shumë largë.
Ku është dallimi? Dallimi është për Sepse shembull kemi edhe zëra aktual nga deputet LDK-s që thonë kjo nuk është LDK e Ibrahim Rrugovës dhe po të ishte gjallë Rrugova dhe drejtimin e saj, gjërat LDK do të ishin shumë më ndryshe. LDK Rrugova ka pas edhe slogan që thotë familja është. Familja dhe duhet mi ditë mi do punë. Unë nuk e di kur i kom pa 5 antarë kryesisë LDK-s aktuales që i kom pa diku të pi misësh kafe. Nuk ka kryesia LDK-s, veç me shku mi shtin punë dikon familjes, ose mi marrë pozit për veti. Këtë kjo familje, du të mi ditë një farë regli. Okej, qësa që ka radhin, du të minimu komunës Gjilanit shemëll. Pinimoj, ma të shka du të mi abo palesë sportive, du të mi abo teatrin, du të mi abo rrugën, du të mi abo rrugë, pinimoj, ma okej, përkryim që të projekte herë. Një shpi ku i ka 10 kuleta, qëfar bërë qëti mundu të pasë? Shpikom ati në televizion qëtu, mu konë 10 kuleta, a mundesh me mbjetu? S'mundesh. Sot LDK është me, e tash, për dallim... Ju po thëni që zoti Mustafa që është kryetari i LDK-s nuk është, nëse guxojmë të parafrazuar, kuleta kryesore e LDK-s? Jo, s'besoj. Jo, e ka tiketin, e ka emrin që ka kuletin, për nuk besoj. Më nuk besoj që i ka kretin dorë, i ka kompetencat, jo, absolutisht. S'ka, se duhet me bo matematika aty për me mbjetu. Qysh kam mbjetu? A do të shihni shpresë në rikthim të kësaj fryme në LDK? Po, fatmirësisht LDK e ka 4 gjeneratat, e ka gjeneratën e vjetë, e ka gjeneratën që për thëmë e pleqve të ri që jemi na gjenerata e ime, edhe gjeneratën e të rive. Kërë që LDK ka shpresë. Na i thuj kanë jamën përfacu se cilës generatë, që ta din edhe... Edhe shikusit, për shembull, kush përfaqëson gjeneratën e vjetër, kush e plotson me tash gjeneratë vjetër më aktuale, tash është për shembull Sabri Hamiti, fatmirë se dy gjenerata më vjetra. Dhe që më aktuale. Gjenerata e mesme ka mundesh me marr gjenerata e mesme, mundesh me marr Fatmirë Xhepin, mundesh me marr Gim Velion e këta. Pleqve të ri mu e lutën e çta me vodhë pa vodhë. Gjeneratën e rejki këta të rritë që në shkullu dhe jashtë edhe fatmirësisht që në ardhë. Po kryetari aktual në cilin grup këtu bën pjesë? Kryetari aktual nuk mundë më sësukon LDK, thash LDK ajo ardhë një qatë ditë ku bo kryetari LDK, sa i ditë për para, nuk e di kur ka antarësu fatmirësisht diu, sa e ka pas antarësu në atë kohë. Se ta është kryetari LDK-s dhe LDK aktualisht po qeveris me PDK-n dhe është si tush në riskun e saj më të madh në raport me elektoratin që po qeveris me një parti cilin e ka kritiku kohë gjatë. E ka pas rivalin kryesor. Ta është dole me në tem tjetër, po unë e përta shpekoj, unë asë njëherë nuk e kontestu që u zgjedh kryetari LDK-s. Unë 2 ditë para zgjedhjeve, LDK-s e kom pas sa është që të dojnë Sahatin Gjakov, sa është ura, edhe nuk e marrë matë punë, kur s'kom ja pas i deklaratë. Sot, hera parë që fola. Absolutisht se marrë matë punë. Pse që shuarë dete këto deklarata, aje me t'i banë shpirt vetin. Për koalicion që u bo, unë e thomë që nuk u konë keq që u bo. Për situatën që u konë, nuk u konë keq. A do t'a bënte Rrugova për t'ishte gjallë? E ka bo, a ka bo me barë Mërgjepin? Me PDK-n, a ka bo? Po Rrugova, kur s'ka thonë këta... Bilal si parti fituse. Po, parti fituse, binë se të këtu e kone dyta, realisht. Edhe Rrugova nuk i ka bloku institucionit 6 muj. As me vlonjes me këto. Ta shti, ka që thu, që unë përdu Rrugovizmi du të më shupe. Nuk ka me thonë kur s'mona me shikin, kur s'mona ma shimthaqin, kur s'mona ma ta. E ma 6 muj për boash. Rrugovizmi bërëm s'ka fol. Okej, për interesa shtetit, duhet të kemë po. S'pëm pelqen, po du në mi po. Ose, shka ka lidhë LDK-n me vetë vendosjen? Spikoma. Mundët me ma spiku nëjse, shka kemi të përbashkët, ku gjujq, 6 muj blokut institucionit me blonin. Me, që ke, 6 muj, ta shtë në pedalim më dhe osë. Në pedalim më dhe osë, ku të isha une, ditin e parë, që si u krynë zhjedhë me date, 8 qëshor, me 10 ku buon blanin, dhe që mërë se së është mirë që kjo punë, se nuk o situata, se kemi po gjukate speciale, që është jashtë zakonisht të rronë, që s'me pelqen hitë që kam ju më për na kemi pru. Që s'kena politike, e ka pru dhe që gjukata speciale. Nuk e ka pru Serbia, fshije. Serbia e nështë ta ka një mu. Po, na jemi aktorët kryesor që kemi pru gjukata. Si ka mujtë me pru kjo s'kem politike gjukata? Pse e ka pru se s'ka marrë vendime hapa konkrete. S'ka marrë hapa konkrete. Okej, a bosh kjo krem. Që për ta marrë. A flitet për atentatin Ibrahim Rrugovës, që ka boj Ibrahim Rrugovës? A ka tash, dhe pa 4 vjetë e ki mujtë me akuzu që e ka pas PDK-ja.
ka pas barë më gjepi mingi. Pse që 2 vjetë që LDK su zbulu ala rasti? Pse su zbulu? Ose su zbulu një vrasje politikë? Pse me si marrë në këta iniciativa? Që shka ka ndodhë këtu? Që to ka ndodhë para 10 vjetë në Kroaci? Që përse kemi lërë Kroacin? 500 kilometra. Asajt për mojë vi valar me shkuzë me ka 700 kilometra. Pse më smuar në me këtu, ku pishojmë shka ka ndodhë? I kanë fulla, Qërmak ju kënë bërgë, që kënë dërmat pasën generali, shkënë bërgë. Logajt e Savet i ka shti bërgë. Që Serbia shka të bënë, filmat bënë. Ti ka thot për krime lufte, për Kosovë, për Kroaci, për Bosnë, i kom akuzu 1500 vete emna. Ju po thoni që as kjo kryesi e LDK-s dhe kjo LDK që sot drejton qeverinë e Kosovës, nuk ka interes që të zbuloj vrasjet e pas luftës? Jo, nuk tha që s'ka interes, po pse s'pi zbulon? Nuk po punohet asgjë konkrete në drejtim? S'pëshijet. A ki pati në esensu në aty që mbranda? Unë s'kom pa, ju me djatë s'keni pa. Ka pas deklarata publike në nivel të vullnetit politik. Deklarata politike për mi karëgju në malë teme, në katon temin që unë jemi mirë, dhe jemi menqëm, dhe jemi aftë, edhe ku të më vynë për interesa, që asi deklarata folklorike jemi lodhë. S'kemi nevoj për deklarata folklorike. Kemi nevoj pa konkret, me folë ma pak e me punu më shumë. Thash, edhe kjo fatkecia gjukata speciale që mi ndodhë Kosovës, fatkecia është, pinesh është, po ka ndodhë tash. Tash dush, qysh mi menagju situatën? Kush do mi menagju që situatë? Po e bëjmë një shkputje të shkurt marketingu dhe kthehemi të vazhdojmë bisedën. Regjia shkoj me reklama. Jemi rikthyer në studio të nderuar shikues, vazhdojmë bisedën me zotrin Astrid Harashia. Astrid, kemi një situatë pa precedent në Kosovën e pas luftës, do të thonë që 15 vjet nuk kemi pa një blokadë tillë nga partitë opozitare. Kemi pas, ju referuam pak më parë periudhës së bllokut Vlan, ku ishte edhe Lidhja Demokratike e Kosovës, LDK-ja hyri në qeveri. Tash 3 partitë politike kanë bllokuar realisht jetën politike në Kosovë. Kemi pas seanca të kuvendit të mbushura me gaz dhe cellës, kemi pa koktejl molotovi në rrugë, një gjuhë këgjatash për qeverisë, po ashtu të pa precedent, nuk e kemi dëgju një komunikim tillë të qeverisë me opozitën, dhe një opozitë kokëforte e cila insiston në realizimin e kërkesave të saj, tashmë edhe të tretën e kanë listuar, që është kërkesa për dorëheqje të qeverisë. Kjo fatkeqësisht më ndodh. Dhe në qoftë se përmendëm më herët për rrugëvizmin, çto është rrugëvizmi tash lidh kryeministri për shembull, sekretari i partisë, që është posti më i madh, ai duhet të marrë iniciativë. Zakonisht. Se ki pa, unë edhe me vllavin e vogël, kur luisha futboll ose me të madhin, e mujke, isha më i fortë dhe thosha jo edhe herë pjesëpark në menis. Nuk di ndodh ka. Tashtu për mendim temina për shembull, kryeministri duhet të marrë iniciativë. Sun këtu këshëm nga për shembull, flitet për demokracion, flitet për asociacion të komunave, për këto që flitet, këtë barakën e merr Isa Mustafa, kryeministri. LDK. A keni PDK-s në kontovola, me spinina e Kuçin. Ai Kuçi që 2 ditë ka nisë me fol. Për thaqin, ose në Verhoxhaj, kush e ka mbrojtë, ose veç LDK. Edhe shka ndodhë, për mu që se kuptoj politikisht këtë punë, ma pa atë e fol kryeministri, ma se dalin këshilltar të kryeministrit. Ka kusë të ndodhë. Kryeministri duhet me fol i fundit, fjala tia vull, që thojnë, tapia, ku të fol ajo, kryet gjithçka. Edhe këto nuk më shoh të qartë. Unë për shembull, nuk e kam të qartë pse Isa Mustafa ku 6 muaj ka ndaj ditën me Ramush Haradinin Fatmir Limen, se s'me marrë vetë vendosin absolutisht, të më marrë se aja vetë vendosin, unë kom thonë një herë, edhe herë për thëmë, edhe mos komi përsërit. Aja, ata ka themelu, ashtë më tha që ka tre veseli, që ndalë ata pak për duarës, jenë bëf vitë lazruna e problemi të në, së përdu më morë me ta eqë. Po, pëse s'për shkon me, Ramush, a njerëza, a najte 6 muaj me ta. A Fatmir Lima, shkojnë kullën Glogjan, falë, shka për ta. Osin, i ma mërë burë, se qëtojnë proceset. Me si njëra me. Së më një nuk kërkote. A disa procesi kemi kalu me gjukatë speciale. Sa kanë më shku, bojnë filma këtu, jo kanë më shku, qka që jo dalin ata. Sa da që shkojnë, kush do me që ata? Pëtën që kata shëpta që vi që vete me ratë përgjësia, jo. E mundët Isa Mustafa vete, jo. Absolutisht.
Ti dush më ullën këto situata ku ti jashtëzakonshme, më ullë mi thirë gjithë. Si do ta kryej këtë cikël bashkëtesë LDK-ja me PDK në fund? Sepse edhe ju keni bashkëtuar me LDK një mandat qeverisjes si listë Ibrahim Rugova. Absolutisht, nuk i ike asaj përgjithësisë, na ku e minë atë kohë e njëjta që ka pas, kanë pas me ndodhë para 6 vjeteve, jënë kanë ndodhin tash. Se lista Rugova ka pas me bë koalicioni LDK, AK, PDK. Për atë ku ka qenë Ramushin Hag, edhe ne edhe natën s'ka mujtë më liru, se kjo ka qenë njëti koncept që ka pas më ndërtu para 6 viteve. Po, në kanë rëthana që shkera Ramushin Hag, që përse gjykimi, ju bon ato, edhe dështun. Si e sheh LDK-n pas përfundimit të... Duke mos e para gjyku sa do të gjata, do të bëhen zgjedhjen si vjet, Jo që para gjyka e që unë mendoj që si vjet ka zgjedhje. Atë, unë mendoj, jemi binden, personalisht nuk vendosi unë, po ne mi bindin që si vjet ka zgjedhje. Në rrethonat kur do të kemi zgjedhje, ta themi gjatë vitit, si do të dojë LDK-ja? Jo, LDK-ja me qëtë kokë forci që të majtë, me këtë raport që të majtë ndaj opozitës edhe ndaj opinion, se s'mu shminë në ruti. 50 ndalë që ti dush mullë me negociu, dush mullë me folë, se ti zoti shpis. Ai nuk është i zoti shpis, ti dush mullë me negociu, me angu halët e jo me njëru. LDK-ja me qëtë strukturë, me qëtë format dhe me qëtë gjendit e sot, LDK-ja nuk i vetën zgjedhje. Absolutisht nuk ka shansë. A humbet shumë në kalkulimin tuaj? Mund të, po prapë se prapë llogarisë që LDK-ja ka perspektivë. Ka perspektivë. Edhe ato që shësha filozofinë... A shë perspektive në kësaj LDK-ja me këtë leadership, me këtë kryesi? Ja, nuk pasë. Ja, se ndrojnë reglat e lojës, edhe nuk ka mu kërkon, nuk ka... Për shtatë, nuk ndrojnë regullat e lojës kur LDK-ja hupi pushtetin Prishtinë? Qysh? Nuk ndrojnë regullat e lojës, nuk ishte një redimensionim brendshëm të kryesisë ose të leadershipit. Po ja parë që ka me ndodhë me dhe LDK-s, që nuk ka me imet po ajve që individit, veç fatë mirë se idiot, ose njës veç i sa Mustafës. Ja, ku shkojmë si e kep tash. Në qofë se unë e mbeshtë qëto, du në me shku, ku mbo mirë ose ku mbo keq, du të pi marë përgjësin. Nuk ka mu me thonë, jo edhe i ka pas fajt Fatmir Sediu, jo i ka pas fajt Isa Mustafa. Ja, i kemi pas grumëll. Du të marrë përgjësin, du të mjashu rrugën. Kështu keni thënë edhe kur ka hubë, zotri Mustafa zgjedhet në kryeqytet. Kush ka thënë? Do më thonë ka qenë një diskurs i njëjtë në raport me zotrin Mustafa si humbë si zgjedhjeve në kryeqytet. Ka pas një presion publik që ai tërhiqet realisht nga kreu i LDK-s. Për nuk tërheq, i ka mbledh vota, qysh i ka mbledh, a e din? Unë e absolutisht se kom kontestu zgjedhjen e ti. O zgjedh, shu zgjedh, bëhet me shnet. Për tash, ade që unë që shbi kuptoj, zotin Mustafa. O babe, zona hejni në shoh, sa ka marrë i mu. Unë jem 1.000.000% i sigur që asi sa Mustafa nuk njetë mirë. Me dal me 10 gjipat policisë. Ashtë tjera i tjep, ti kryeministri një vendit që ishtë liru një i lirë, mësë mujtë me dalë në komë, jo për të gjunë me vo kjo, jo për të gjunë me vo aj. Nuk ka kjo situatë normale. Si mi gjytë për shumë një kryetar komunës në për qytet vete, mi gjytë me vo, ose mi gjytë ma si që përdojnë trekanë që mi e shpërthuj gumat, kjo nuk ka normale, një zgjidhe du të mi gjithë. Zgjidhen kush du të mi ofru i pare, du të mi ofru kryeministri. Vlavi madhë du të mi thirë vlazit e vajgjel. Mi thonë atë shpedojnë, baba u dek, po shpedojnë punt. Kuj pi me shpia, kuj pi me traktori, kuj pi me ta. Nuk bënë ti mi thonë, jo, unë e kom fitu, unë jam shefi dhe të s'ka. Po marrën këj mandat. Në gjatë shkurtit, pritet që të bët edhe zgjedhja e presidentit, LDK-ja me bazë të marrëveshjes politike që ka me Partinë Demokratike, i detyron asaj votën ndaj deri tash, sa kemi po, ndaj zotrit Thaçi për president. A mendoni që fillimisht pyetja një, Hashim Thaçi do të bëhet president, si rezultat edhe i votës së LDK-s, edhe do të ketë një normalitet politik ditën e zgjedhjes së tij, dhe dyta, në rast se nuk bëhet, dështon zgjedhja presidentit, kushtetuta thotë që vendi shkon me automatizëm zgjedhja. Do të ketë zgjedhje në këtë rrethon, apo do të thotë që do të zgjidhet president dhe zgjedhjet do të bëhen në fund vitit ndoshta. Unë nuk e kam as pojët kjo pse kanë jap kaq shumë zor, shumë njerëz LDK-s, më shumë bëthojnë njerëz LDK-s që thotë që president edhe u kryj kjo punë. Më shumë njerëz të LDK-s japin zor se vetë PDK-ja. Unë çishën gjë, unë personalisht Hashim Thaçi, unë s'besoj as që ka për të dimaj më për president. Me mendimin tam. Unë edhe mund të gabu, aja edhe mund të më thonë rrethet mjedisit, unë s'pëtu me folë fjallë kafeve në restorane ku takuar shkathat, aja mund të më thonë tonë me ato, po unë e këtë e logajës që aja këtë ka matematikë. Këto. Edhe dyta, me këtë situatë... Matematikë për çka? Sepse matematika du ta keni rezultat në fund. Matematikën e ka e personale. Aja problemin e ka që aja s'guzo kërqysh më hupë, në asë një rrethane du të më konë fitusi.
Aja bën atë matematikë. Që ka bërë tanëve. A që ka shemë thoa që 6 pine Kuqra Mushardinit? Pse sot s'po mundut më ullë me folë? Ose Isa Mustafa. Ndoshta sepse nuk është kryeministër. Jo, kryeministër, po për punë qira, më falë, a bërë më spjeguti, qëllën punë ose shka ka pengu LDK ade sot PDK-s. Unë sot e di në për ministritë të ndryshme që këthojnë njerëzët PDK-s, hatë më së goti se shpejt ka mëra kja qevëri. Ku janë ministrat e LDK-s, ku punojnë njerëzët e PDK-s. Që të parnojmë, që nuk kemi të rrunë honë, djetë ka që ka ndodhë. Mirë, parësisht bindjes tonë, më tregos si e shëthoshi si president. Jo, në nuk e shoh. Është debat i cili është dezë ta themi këto 2 javë të fundit të absolutisht nuk e shoh ashtu kryetar shtetit. Si rezultati vullnetit ti apo si rezultati i mos përmbushjes së kritereve që mund të ketë për ai në këtë situatë nuk kemi rreziku. Që gjë ashtu thoa që ai nuk je, unë thash ai nuk je me djeg. Ai deri në momentin e fundit mundi të më majë tension. Po në momentin e fundit ai nuk hin mos gjetën për befeja parlamentit, ose më shku mos gjedh me në erstran. Ai do mos gjedh me Lula atë. E për me Lula situata nuk është. Ka duhet më bëjë, duhet më ullë. Edhe jo rastisht unë kam lexuar do shkrimet analista dhe më kanë pëlqyer. Jo rastisht kryetaria e shtetit atë vetë ajo ka dalë me 3 oda në përket komunat. Unë kur s'kom pa një kryetar e shtetit që është përfund të mandatit me dalë me odën amerikane ekonomike, odën gjermane ekonomike, odën kosovare, me dalë me gjitha odat atë me folë për zhvillimin ekonomik. Një kryetar që është në përfundim mandatit. E me spion ndodhë, me spion met, për bëjnë një farmaraveshtje që shkanë bojë janë e kalune, atë se për një vjetë për met 55. Edhe faktorin dokumentar më skujtoj që edhe këto dimin po. Se kam i denu krejt këtë lidejat e partive, mund të ndodhë edhe kjo. Po këtu, në këtë situatë, edhe ashtë më thoa që më përtëm që dimi po matematikën, po unë shumë atë për pres për Isa Mustafës edhe për kërësislit të kështë që më thonë, që e zëti thoa që pishe situata që është. Situata nuk është e mirë. Me që thatë LDK-s nuk të absolut, të më thonë është partia e fundit që do t'i konvenën të shkuar eventuale në zgjedhje në këtë situatë. Po, absolut, edhe unë apapajtona me ty. Po, edhe LDK-a du të me marrë iniciativë. Se ti ki kryeministin, ti ki që ki posët kërësor. Mi thirë edhe ashtë më thoa, që më thonë që situata nuk është. Që që i ka thonë ashtë më thoa që Isa Mustafa be gjithë pacollit, që se koha jote s'pë shkanë, sa ka shkanë, që përdojnë tënë me qëti po s'me mujim. A që unë shme njën? A që unë shme be gjithë pacollit për 38? Njëjtë edhe mashimin. Pse për bëka nomi mësë për bashimi kryetar që tasha? Zbrut nomi. Vazhdojnë Kosova, apë të bjetojnë edhe hec. Edhe ti sot, unë nuk e shoh asë një variant që ti mi provoku opozitën deri në infinit. Nuk kanë rregull. Nuk kanë rregull. Ti tash provokon sot opozitën tash, o provokimi dhe më i madh është ku ti thua veç ashimi dhe pikë edhe duhet të shku. Jam në ai ot burra apo mos zgjedh, jam mos zgjedh diku tjetër. Mendon që ngasoj një se e goxha gjatë politik. Ngasoj një okën dhe leadershipin e nismas që mund të jenë eventualisht në coll, sepse është thënë, që me thonë ka qarkullu në kuluare ndryshme fjalë që megjithatë ata vinë nga njëjti brom, kanë trashëgimin e luftës UÇK-s dhe do duhet që edhe kanë vendosur që do të jenë në seancën ku do zgjidhet Toçi president si rezultat i kësaj trashëgimie për t'u kthy pastaj kërkesave dhe protestave për drejtë të qeverisë. Unë këtë pajtuna po mu paskon një kandidat qëtër për kryetar, mu kom për shumë Kadri Veseli. Në është e mundshme për i trashëgimismi. Po në qësë është ashtë thoqë, me që situatën pas një negociat gjitha partive politike, që në faktorëve... Me gjithat edhe opozita, apo të reguat goxha kokfurt kërkesat e sot? Sepse nuk është që s'ka pas ftesë nga qeveria, qoftë nga Zoti Mustafa, Zoti Tosha, që tulen e të bisedojnë. Aje kryeministër, edhe zamës kryeministër, ose dy kryeministra, dy trupa i shpirt, që shpirtojnë tash Hashimi e Isës, dy trupa i shpirt. A kanë këtë pushtet? Doli edhe një ere. Po, a për mujnë mu të aku në për ambasada, edhe me Haradinën edhe me Limen. Edhe për nëja familjarë ose privat, a për takuën, po. Pse s'për mujnë me në kërësu për këtë punë? Që është një problem që edhe populli dikur lodhet, mundet këtë bëgjujt. Këtë asmasioni mësë më marë. Që që këta duhen më ullë me negociu. Hashim thua që pa negociu nuk hin. Pra edhe Isa Mustafa, unë më paskon vante Isa Mustafas, personalisht për poli, unë e kësha thira shumë, mëse nuk në gatë dojnë, unë që të lashe nuk du, dhu nuk du, edhe nuk i bëjt gjitha për që është personal. As të kryetar i shtetit, as të kryeministër, që i figur tjetër. Kosova du të mesë për para. Mirë, po afrohemi drejt fundit, keni qenë bashkëthemelus i listës Dr. Ibrahim Rugova. Çka po ndodh me bashkëthemelusit e listës, ku gjinden ata sot? Kemi po që disa janë kthyr profesionit gazetarisë, ju kemi po ju aktiv
goxha shumë, më thonë, me adresime ndaj lidhjes leadershipit të LDK-s, cilat janë planet politike t'juaja? Do gjithëmi na jemi ku në atë konë që faksion, ndodhë aja për lisën Rugova, gjithëna në LDK... Faksion nuk kemi qenë, sepse u bët koalicion me OKën, pastaj... Absolutisht kemi pas koalicion me OKën. Për nësi me gjithësu si parti politike, imi i lisë ka pas më shku që i koalicion. Faksion s'pun quhet, se faksion do të luftonit brenda LDK-s? Ku të qesi pishpish, që shkimi luftu, a me i ka drejtarë ta? A do të kthejeni? Në LDK-na, në ku marrë pjesë... Na kemi marrë pjesën proces zëdhor. Unë ku marrë pjesën në proces zëdhor, Uka ka marrë pjesën në proces zëdhor, Bujar Bokoshi, e kam nuk diku kryeministri Mustafa ambasador për një farë titulli të i që u dalë, që thënë LDK përve, pa ashtu Dardanin që u këthy profesion të vetin për mirët me... Pa dhe Dardanin ka mirët politikë 100%, kështu të rrallë e shmi kështu, këtën politikimi dhe kretimi që të. Në LDK. Luftën do ta bëni brenda LDK-s? Absolutisht, s'ka më shkërë nevoj mi bo diku tjetër, edhe fatë mirësisht mi zotë, veç ka hala 44, si kom bo, ka për para, unë e maratonist, nuk jam për 100 metra, sprinter, kom ko, sa dush për këtë punë, unë nuk ka problemi marrë të një funksion, unë loj oferta kom pas për funksione, qoftë edhe ka qeveria kalune, edhe në këtë qeverinë e tashme, unë atë moment që më ka shpalla këtë akuzën, ku më jap dorëheqe, edhe nuk e di që li rast ka ndodhë dhe sot, i vetëmi une që ku më jap dorëheqe me akt akuzë, si më ka shpalla këtë akuzën, ku më jap dorëheqe, edhe rasti tjetër është, Ahmet Isufi kur shku Ramush Haradini në Hagë, që është morale, edhe Fatmir Xhepi pa pas fjet fajt për dy viktimat Mon Balin dhe Arben Xheladinin në protesta këto të rumunëve që po të mbra në qendër që ka hap dorëheqe si ministri i policisë. Që të thonë halas ko pa që ka hap dikush dorëheqe. Kjo nuk kupton që fryma rrugoviste, siç tha deri tash, është në ardhje në do të bjetë LDK-s. Shprana, nuk kemi përgut, me na vja keq këto që pëndodhin, se se më jeton ky popull, se bëll ka vujt, duhet me ecë për para, duhet me milion teket personale, kohë që qëta kretë kërësia, kretë ata shkanë funksionar, se elektoratin e kemi jashtëzakonisht mirë, të mrekullueshëm. Në qoftë se këta thonë rrugovizmi duhet më shupe. Në kohë që e kanë filozofi në rrugovjane, duhet me thirë sonde Isa Mustafa, qysh ka na 6 muj me Ramushin, me Fatmir Limen, me thirë sonde, me donate bura, ose shkoj ati në Glogjan, këti shkoj e në bajt Malishevës, shkoj shpe, se shqiptari edhe hasmi mi shku në shpia Qelderën, i qëtë bukmongër. E në kona keni shpe, përshkojme edhe ma ato tradita, hade, urno, qysh mi gjithë problemet. Se në konomi, shqiptarën edhe ta. Ma mirë është më konë Ramush Haradini, a Fatmir Shaholli. Kushtimisht, se pi banalizaj. Kështu që është mirë më ullë me bisedu me gjithë. Faleminderit që ishit sonte në politikë. Ishtë nësia për mu, faleminderit. Të nderuar shikues, kishim mysafir sonte, zotërin Astrid Harashia, në 10 vjetorin e vdekjes së presidentit Rugova. Natyrisht kjo temë do të vazhdojnë të na shoqërojë edhe gjatë javës sashme. Kemi vendosur që në kujtim të tij dhe në nder të këtij përvjetori, edhe dy emisionet e radhës të politikë dhe disa emisioneve tjera në kuadër Tribuna Channel t'ja kushtojmë presidentit historik Ibrahim Rugova. Faleminderit që qëndruat me ne dhe vazhdoni të jeni me programet e tjera të Tribuna Channel. Mirëmbëjtje.